Pse na prek aty ku s'prek? Ligjin e gjuhës. Po heqin, na I kthen tituan të toft tani. Heqin Iliria e vendosur në Këshillin e Komunës, me badintere votuar para 15 vjetësh sa ka që janë votuar ndryshimi dhe emërthimi I rrugëve në qytetin e Tetovës, shkon gjykata kushtetuese, pa asnjë fakt, pa asnjë argument. E hek emërtimin Liria, vendos Titon. Nëse dikush e do Titon, le ta majtë shtëpia. Po pse ti e hek një emërtim I cili ka kaluar të gjitha procedurat? Mileti thot, po e lejove Mini një herë të kaloj ka mostet që ta ja mëson rrugën. Këta që kanë hyrë aty. Këta që kanë hyrë aty. Këta duhet mos e bim punën të ndryshohet emërtimi I rrugët. Po t'i dalin zot asaj pune. Mos e binjën punën të hapet diskutimin për ndryshimin e ligjit të gjuhës. Mos e binin punën të ndryshojnë ligjin për përfaqësim të drejtë. Mirë po, ka kalu Mini njëherë, e ka mësu rrugën, nuk I frigohet, sepse nuk e kanë legjitimitetin, kanë hyrë për interesat të grupeve të veta. Po, se sakatohet, çështja shqiptare, fare ujin zjarr nuk e venojnë. Se pa I dhonë izën kryetari I komunës Bilalli, kushtetutës, të ndryshojë emërtimet, nuk do bëheshte. Sigurisht ai zotnia ka heshtë. Edhe këto gjëra do vërtetohen.